Një nga biznesmenët që po sulmon protestën është trafikanti peshkatar Gjergj Luca. Jo se e kupton çfarë thot, por sepse me versionin e tij të banalitetit dhe perversitetit. Përsërit denigrimet që ka bërë kryeministri Edi Rama, si shërbim ndaj tij për pasuritë që i ka dhënë. Shumica e vendimeve të qeverisë që ka miratuar kryeministri Edi Rama kanë si objekt dhurimin e pasurive dhe fondeve shtetërore për oligarkët, familjet e pushtetarëve, politikanë e trafikantë, mes tyre edhe Gjergj Luca. Protestuesit duhet të mësojnë dhe të përmendin në podium faktin se kryeministri Edi Rama u ka grabitur shqiptarëve toka, troje, godina publike, reparte ushtarake, pyje, madje edhe liçene, e sipërfaqe detare, me vlerë rreth 2 miliard euro dhe ja ka dhënë falas trafikantit peshkatar Gjergj Luca. Fakte: 4 pasuri publike, 160.000 metër katror troje e objekte, të dhëna me vlerë totale 4 euro, nëpërmjet kontratave me vlerë simbolike nga 1 euro dhe me vendime qeverie të personalizuara. Kryeministri Edi Rama i ka dhënë kompanisë Rozafa SHPK të trafikantit Gjergj Luca 4 pasuri me sipërfaqe totale 160.000 metër katror troje dhe objekte, me vlerë totale vetëm 4 euro, me vendim numër 873, datë 30 tetor 2015 dhe vendim numër 266, datë 29 mars 2017. Edi Rama i ka dhënë Gjergj Lucës 104.727 metër katror truall me objekt të bazës së rezervave të shtetit në Labinot të Elbasanit, me vlerë totale 1 euro, me vendim numër 526, datë 25 korrik 2019. Edi Rama i ka dhënë Gjergj Lucës 28.860 metër katror truall dhe objekt të ish reparti ushtarak në Çekrez të Gramshit, me vlerë totale 1 euro, me vendim numër 701, datë 30 tetor 2019. Edi Rama i ka dhënë Gjergj Lucës 10.287 metër katror truall dhe objekt të ish parku i transportit të minierës së hekur nikelit në Prenjas, me vlerë totale 1 euro, me vendim 394, datë 9 qershor 2022. Edi Rama i ka dhënë Gjergj Lucës 4.900 metër katror objekte të ish kombinatit të sheqerit në Maliq, me vlerë totale 1 euro. Përveç këtyre pasurive, kryeministri Edi Rama i ka dhënë Gjergj Lucës me koncesion dhe falas liçenin e Xarrës pranë Butrintit për 10 vite përdorim me të drejtë përsëritje të kontratës edhe 2 herë nga 10 vite të tjera, si edhe portin e peshkimit në Durrës në shfrytëzim falas për 20 vite. I ka dhënë gjithashtu 50 milje katrore sipërfaqe detare për rezerva peshku në Qeparo, Kakome, Durrës dhe Shëngjin, 110 hektar pyje dhe parqe natyrore në Elbasan e Dibër, 1.1 milion euro nga fondet e IPARD 2 që Bashkimi Evropian i dërgoi për fermerët shqiptar, si edhe shumë pasuri të tjera. Prandaj, trafikanti peshkatar Gjergj Luca, pas sulmeve ndaj mediave që kanë denoncuar trafikun e drogës dhe grabitin e pasurive shtetërore, është kthyer në megafon të kryeministrit Edi Rama edhe kundër protestuesve. Ditën e premte, Edi Rama shkoi me helikopter në Vlorë për të sqaruar banorët e Zvërnecit lidhur me tokat e grabitura nga mafiozët Artur Shehu e Pullum Petritaj dhe leverdinë e resortit që do ndërtojnë vajza e dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump. Takimin e bëri në Bashkinë e Vlorës me 20 punonjës të përzgjedhur të kësaj bashkie dhe 5 banorë të Vlorës që kanë marrë toka me qira në Zvërnet, ndërsa banorët të fshatit ishin vetëm 2 përfaqësues të familjeve pronare Moçka e Ballaj që e gozhduan duke i qerr maskën. Por edhe në atë takim, Edi Rama tregoi pafytyrësinë e tij, duke thënë se para vitit 2013 janë dhënë certifikata pronësie për sipërfaqet detare, u kanë regjistruar si toka dhe u kanë dhënë leje ndërtimi brenda në det për të prezantuar veten dhe qeverinë e tij si gjoja mbrojtës të pronave private e shtetërore dhe si zbatues të ligjit. Edi Rama gënjeu, duke thënë se para vitit 2013 janë dhënë regjistruar si prona private pjesë brenda Butrintit e leje ndërtimi. Faktikisht në zonën e Butrintit janë dhënë leje, janë bërë ndërtime para vitit 2013 dhe mbi plazhe, por jo brenda në det dhe vetëm jashtë parkut të Butrintit, ndërsa Edi Rama, nëpërmjet ministrave Mirela Kumbaro, Blendi Klosi dhe Elva Margariti, jo vetëm dha me koncesion gjithë Butrintin, por hoqi 600 hektar nga parku natyror i Butrintit. Këtë sipërfaqe i dhuroi për ndërtime resortesh me vila e pallate, një prej tyre kompania Alpstare Sadik dhe Idajet Ismailaj, që kanë kullën e stadiumit dhe kanë marrë rreth 200 milion euro tendere pasuri publike gjatë 13 viteve pushtet të Edi Ramës. Me urdhër të Edi Ramës dhe firmë të Mirela Kumbaros, kompanisë së prodhimit të sallameve Hako i është dhënë 2.000 metër katror sipërfaqe truall në qendër të Butrintit, ku kanë ndërtuar hotel, restorante, qebaptore e parking. Me urdhër të Edi Ramës, trafikantit Andrea Çaushi është dhënë kalaja e lëkursit në Sarandë kthyer në resort, ndërsa trafikantit mik të tij Dailan Abdia i ka dhuruar 68 hektar tokë të zonës bregdetare ngjitur me këtë kala për të ndërtuar resort. Me urdhër e vendim të Edi Ramës, si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe leje nga ministra Mirela Kumbaro, kompanisë Bega 07 mikut të saj trafikant Arben Muço Bega, ju dhanë 11 hektar bregdet në gjirin e Llamanit në Porto Palermo për resort.
Kryeministri Edi Rama tha se para vitit 2013 janë regjistruar sipërfaqe detare si toka buke dhe janë dhënë leje ndërtimi për hotele e restorante brenda në det. Në fakt, vetë Edi Rama më 16 mars 2022, me vendim numër 28 të Këshillit Kombëtar të Territorit të firmosur prej tij, i dha kompanisë Adenis SHPK të mafiozit Artur Shehu lejen e ndërtimit për hotel e restorant 50 metra brenda në det përballë lungomarrës në Vlorë dhe këtë sipërfaqe deti kadastra ja ka regjistruar si truall pron private. Vetëm në periudhën janar 2020-prill 2025, Edi Rama ka dhënë 52 leje ndërtime të tjera brenda detit në Ksamil, Sarand, Himar, Vlorë, Divjak, Lalz, Kavaj, Durrës, Shëngjin e Velipoj. Por miqve, oligarkëve, trafikantëve dhe familjarëve të qeveritarëve e personazheve të ekraneve, Edi Rama u ka dhënë 168 leje për hotele, vila e resorte në zonat e mbrojtura Parqe, Breza Shkëmbor, prona shteti Buzdetit, të cilat i kanë regjistruar si toka në pronësi të tyre. Madje leje për pallate brenda zonës së mbrojtur, Parku Natyror Volorek Tushemisht, Buzliqenit Pogradec. Edi Rama i ka dhënë dhëndrit të Sali Berishës, mjedisorit Jamar Bërmaltezi e ortakut të tij Fatmir Bektashi të tre të pandehure në gjykim për aferën Partizani. Për 9 ditë me radhë mijëra shqiptar kanë dalë në rrugë. Jo qindra, jo disa aktivistë, jo militant partije, mijëra qytetar. Dhe ky është lajmi më i madh politik i viteve të fundit, sepse për herë të parë në 35 vite demokraci, një protestë masive nuk po ngrihet për të sjellë në pushtet opozitën dhe as për të rrëzuar një qeveri në favor të një partie tjetër. Në rrugët e Tiranës po dëgjohet një mesazh krejt tjetër: largohuni të gjithë. Rama ik, Berisha mburg, opozite shqitur. Këto nuk janë sloganet e një partie politike. Janë thirrjet e një brezi që nuk beson më tek asnjëra palë kastës së vjetër. Zvërneci ishte vetëm shkëndia, zemrimi kishte vite që grumbullohej, korrupsioni, varfëria, largimi i të rinjve, mungesa e shpresës, kapja e shtetit, shkatrimi i institucioneve dhe pandëshkueshmëria kanë prodhuar diçka që politika nuk e kishte parë prej kohësh, një revolt kundër të gjithëve. Prandaj Edi Rama duket i sikletosur. Ai përpiqet ta marrë me shaka, tall protestuesit, tall artistët, tall influencerët, tall sloganet, hap debate me Iranin, ironizon qytetarët në rrjetet sociale. Por sa më shumë flet, aq më shumë duket nervozizmi. Sepse pushteti mund të përballojë opozitën, mund të përballojë televizionet, mund të përballojë partitë, por e ka shumë të vështirë të përballojë një zemrim qytetar që nuk kontrollohet nga askush. Për vite me radhë, politika shqiptare ka funksionuar mbi një marrëveshje të heshtur. Rama kundër Berishës, Berisha kundër Ramos, njëri ushqej nga tjetri, njëri justifikonte ekzistencën e tjetrit. Por sot për herë të parë po shfaqet një brez që nuk e pranon më këtë lojë. Një gjenerat Z që nuk mban mend vitet 90, nuk ka nostalgji për tranzicionin dhe nuk ka ndërmend të zgjedh mes dy modeleve të vjetra të politikës shqiptare. Kjo është arsyeja pse protesta ka rëndësi, jo sepse do të rrëzojë qeverinë nesër, jo sepse do të prodhojë menjëherë një parti të re, por sepse ka thyer një mur psikologjik. Ka treguar se ekziston një Shqipëri tjetër jashtë partive, jashtë militantizmit dhe jashtë propagandës. Mesazhi që vjen nga rrugët e Tiranës është i qartë: mjaft me të njëjtët emra, mjaft me të njëjtën klasë politike, mjaft me të njëjtin tranzicion pafund. Protestuesit folën, tani radha është e politikës të dëgjojë. Këshilli i ri drejtues i RTS-s duket se po ndjek të njëjtën rrugë si paraardhësit. Projekti Zëra që nuk vdesin i Baton Haxhiut i refuzuar fillimisht, por i kthehet sërish në tavolinë, ndërsa televizioni publik përballet me mungesë fondesh për punonjësit dhe me mbylljen e mundshme të qendrave rajonale. Në RTS ka ndryshuar këshilli drejtues, por jo zakonet. Të paktën kështu pretendojnë burime brenda institucionit, të cilat flasin për rikthimin e skemave të vjetra të favorizimeve, projekteve klienteliste dhe shpërndarjes së fondeve publike në duart e një rrethi të ngushtë njerëzish. Në qendër të debatit ndodhet projekti Zëra që nuk vdesin, i lidhur me emrin e Baton Haxhiut. Sipas informacioneve, projekti u paraqit në mbledhjen e Këshillit Drejtues më 7 prill, por u refuzua me argumentin se Këshilli nuk ka kompetencë për të miratuar projekte të tilla. Megjithatë, insistimi për ta rikthyer nuk është ndalur. Burime na bëjnë me dije se kryetari i Këshillit Drejtues Fatjon Hoxhallari ka këmbgulur që projekti të marrë dritën jeshile, ndërsa në të njëjtën linjë është pozicionuar edhe drejtoresha e përgjithshme Eni Vasili. Sipas të njëjtave burime, projekti pritet të financohet me rreth 50 milion lek nga fondet e RTS-s. Debati nuk lidhet vetëm me këtë projekt. Brenda institucionit flitet për një praktik më të gjerë ku anëtar të ndryshëm të Këshillit Drejtues paraqesin projekte nëpërmjet personave të tretë dhe të afërmve, ndërsa fondet publike përfundojnë në rrjete të lidhura me vetë vendimarrësit. RTS po rikthehet në të njëjtin model që çoi në shkarkimin e Këshillit të mëparshëm nga parlamenti. Paradoksi bëhet edhe më i madh kur shihen prioritetet financiare të institucionit. Punonjësit ankohen për paga të ulta, orët jashtë orarit nuk paguhen, dietat dhe fondet për aktivitetin gazetaresk mungojnë. Në disa sektor flitet për shkurtime dhe kursime drastike. Ndërkohë RTS gjen qindra milion
lek për festivale, projekte speciale dhe kontrata të diskutueshme. Vetëm festivali pranveror, sipas informacioneve të siguruara, ka konsumuar rreth 300 milion lek. Lista e përfituesve është e gjatë. Një i ftuar akomodohet me 500 euro për natë në hotel. Regjisori i festivalit, i cili sipas burimeve është djali i zëvendës kryeministrit të Këshillit Drejtues, përfiton rreth 3.5 milion lek për 2 net aktivitet. Drejtues të tjerë të festivalit marrin gjithashtu pagesa që shkojnë me miliona lek, ndërsa miliona të tjera shpërndahen për projekte dhe festivale në RTS, po diskutohet mbyllja ose tkurrja e qendrave rajonale në Shkodër, Korçë, Kukës dhe Gjirokastër, me argumentin se nuk ka para. Kjo është pyetja që shtrojnë sot shumë punonjës të televizionit publik. Si ka mundësi që nuk ka para për gazetarin, për qendrat rajonale dhe për punonjësit, por ka para për projekte të privilegjuara dhe për klientelën e radhës? Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga RTS për këto pretendime, por heshtja nuk i zbe pikpyetjet. Përkundrazi, i bën ato edhe më të forta, sepse kur televizioni publik nuk arrin të justifikojë mënyrën se si shpenzon paratë e taksapaguesve, problemi nuk është vetëm financiar, ai bëhet problem besueshmërie publike. Një investigim i publikuar nga gazetari Daily Mail hedh dritë mbi shqetësimet e banorëve në një segment të rrugës Green Lanes në veri të Londrës, ku gjatë viteve të fundit janë hapur dhe mbyllur një numër lokalesh të drejtuara ose të lidhura me shtetas shqiptar. Sipas artikullit, pjesa e Green Lanes, që shtrihet mes Palmer's Green dhe Wood Green, paraqet një pamje të ndryshme nga pjesët e tjera të rrugës. Përveç dyqaneve, agjencive imobiliare dhe restoranteve të zakonshme, në këtë zonë operojnë disa lokale që funksionojnë si kafene, lounge apo bare me orare të zgjatura pune dhe me masa të dukshme sigurie. Gazeta përshkruan një atmosferë që sipas saj ka krijuar shqetësime te banorët. Dëshmitë e cituara në artikull flasin për grupe burrash që qëndrojnë jashtë lokaleve gjatë gjithë ditës, bëjnë zhurmë deri në orët e vona të natës dhe për sjellje që banorët i konsiderojnë antisociale. Sipas Daily Mail, banorët lokal kanë ngritur vazhdimisht pyetje mbi natyrën e aktiviteteve të këtyre bizneseve, pronësinë e tyre dhe arsyet e funksionimit me dritare të errësuara, siguri të shtuar dhe klientel që sipas tyre nuk përfshin banorë të zonës. Një banor i cituar nga gazeta deklaron se lokalet duken të shkëputura nga komuniteti lokal dhe se emrat e kompanive ndryshojnë shpesh, ndërsa njerëzit që frekuentojnë ambientet mbeten të njëjtët. Investigimi pretendon se dokumentet zyrtare tregojnë raste të përsëritura të shkeljeve të rregullave të licencimit, planifikimit urban dhe standardeve ushqimore, si edhe lidhje të disa individëve ose ambienteve me hetime për krime të rënda. Rasti Avenue Club 2, një nga lokalet më të përmendura në artikull, është Avenue Club 2, një klub natë i drejtuar nga biznesmeni shqiptar Denis Gjelaj. Sipas gazetës, lokali është licencuar të funksionojë nga ora 9 e mëngjesit deri në mesnatë ose deri në orët e para të mëngjesit, në varësi të ditës së javës. Vitin e kaluar, Gjelaj kërkoi zgjatjen e orarit të funksionimit deri në orën 4 të mëngjesit. Kërkesa u refuzua nga këshilltarët vendor pasi sipas dokumenteve të shqyrtuara gjatë procesit, lokali dyshoi se kishte operuar edhe jashtë orareve të lejuara. Policia Metropolitane e Londrës kundërshtoi aplikimin duke shprehur shqetësim për krimin e lidhur me konsumimin e alkoolit dhe raportime për përdorimin e kanabisit nga klientët. Banorët paraqiten gjithashtu ankesa për zhurmë, pritma, konflikte dhe incidente që sipas tyre vazhdonin deri në orët e para të mëngjesit. Një prej kundërshtimeve të cituara në dokument pretendonte se klientët konsumonin alkool dhe urinonin në rrugë. Artikulli thekson se lokali ndodhet pranë 139 pronave banimi, ku jetojnë edhe familje me fëmijë. Një tjetër element i evidentuar nga gazeta është se objekti kishte funksionuar më parë si restorant, por u shndërrua në klub nate pa lejen e nevojshme të planifikimit urban. Për këtë arsye, Këshilli i Enfield ka hapur procedura administrative ndaj biznesit. Sipas investigimit, një tipar i përbashkët i disa prej lokaleve është ndryshimi i vazhdueshëm i kompanive administruese. Objekti në adresën 6 Green Lanes, që aktualisht operon me emrin Konak Lounge, ka qenë i lidhur me 7 kompani të ndryshme që nga viti 2017. Më parë i njëjti ambient operonte me emrin Kuqezi, një referencë ndaj ngjyrave të flamurit shqiptar. Licenca e këtij lokali u revokua pas një vrasje me thik jashtë ambienteve në Korrik të vitit 2023. Një rast i ngjashëm përmendet edhe në adresën 336 High Road, ku sipas dokumenteve të shqyrtuara nga gazeta, 13 kompani të ndryshme janë lidhur me të njëjtin objekt gjatë 14 viteve të fundit. Aktivistë lokal të cituar nga Daily Mail argumentojnë se ndryshimi i vazhdueshëm i kompanive vështirëson zbatimin e masave administrative dhe mundëson shkëputjen nga problemet apo shkeljet e mëparshme.
Sipas gazetës, dokumentet e policisë dhe të këshillave vendor tregojnë një sër incidentësh dhe shkeljesh të raportuara. Në shkurt 2025, një biznes që operonte në adresën 336 High Road u kontrollua nga policia në kuadër të një hetimi për çështje të lidhura me drogën. Gjatë kontrollit, sipas raportit, u konstatua organizimi i lojrave të fatit të paligjshme në stil kazinoje në një prej ambienteve që më vonë u bë Konak Lounge. Banorët raportuan vazhdimisht konflikte dhe përleshje. Një dëshmi e cituar në dokumente zyrtare pretendon se pas një incidenti kishte mbetur gjak kudo në trotuar. Kundërshtimet ndaj aplikimeve për licenca alkooli përmendin gjithashtu shqetësime për rendin publik, rritje të kriminalitetit dhe ngacmimin e grave që kalonin në zonë. Sipas artikullit, në disa raste lokalet morën miratimin e licencave, vetëm pasi pranuan kufizimin e orarin e punës, por më pas u akuzuan se kishin vazhduar aktivitetin përtej orarit të lejuar. Investigimi përmend edhe lokalin Alb Boss, identifikuar nga një tabel me simbolin e shqiponjës shqiptare. Sipas Daily Mail, ky biznes ka shërbyer ushqim pa qenë regjistruar si objekt ushqimor. Gazeta shkruan se Këshilli i Haringey është në djeni të situatës, por ende nuk ka ndërmarrë masa për të ndaluar aktivitetin. Këshilltarja Lisa Morale, antare e kabinetit të Këshillit të Enfield, deklaroi se autoriteti lokal i trajton me seriozitet shkeljet e kushteve të licencimit dhe sjelljen antisociale, duke premtuar veprime të forta ndaj shkelësve. Policia Metropolitane e Londrës tha se e njeh ndikimin që kriminaliteti organizuar mund të ketë mbi komunitetet lokale dhe se po ndërmerr masa në zonën e Green Lanes, përfshirë rritjen e patrullimeve dhe vendosjen e kushteve më të rrepta për licencat e disa lokaleve. Artikulli i Daily Mail paraqet pretendime ankesa dhe gjetje të bazuara në dokumente administrative, dëshmi banorësh dhe deklarata të autoriteteve. Ai nuk paraqet prova gjyqësore që vërtetojnë përfshirjen e përgjithshme të komunitetit shqiptar në veprimtari kriminale, ndërsa shumica e pretendimeve mbeten pjesë e proceseve administrative ose hetimore. Deputeti laborist i Southgate dhe Wood Green, Bambos Karalambos, deklaroi për gazetën se banorët kanë ngritur vazhdimisht dyshime nëse disa prej bizneseve po përdoren si fasada për aktivitete të tjera. Ai tha se hetimet shpesh pengohen nga mungesa e provave të mjaftueshme dhe nga numri i madh i institucioneve të përfshira në proces. Karalambos shtoi se janë ngritur shqetësime edhe për statusin e emigracionit të disa punonjësve dhe për mundësinë e shfrytëzimit në punë, duke theksuar se këto janë çështje që duhet të hetohen nga autoritetet përkatëse. Sipas tij, kapacitetet e kufizuara të organeve përgjegjëse për kontrollin e bizneseve përbën një nga pengesat kryesore. Për këtë arsye ai ka paraqitur në parlament një peticion që kërkon më shumë kompetenca dhe burime për zyrtarët e Trading Standards dhe hetuesit financiar.